Pse high ticket masteri? Është paraja më e lehtë që mund të fitosh ndonjëherë. Shumica e njerëzve punojnë nga 9 orë, 5 orë, 8 orë. Ky është orari klasik. Po ç'a ndodh? Po sikur punosh më pak orë. Dëgjoj vëmendjesh, dua që ti të mësosh që ka një mundësi se si të krijosh të ardhura shumë të larta. Ndoshta edhe vetëm me një klient. Yes, një klient. Ka që thjesht. Tash mund të bëj ca llogari me ty. Le të themi që klienti yt ka një ofertë. Pra ti ke një ofertë që është 5.000 euro. Okej? Oferta është 5.000 euro. Do shesësh diçka 5.000 euro. Mund ta bëni për bizneset tuaja, mund ta bëni për biznesin e dikujt tjetër, I don't care. Mos mendo diçka që do shesësh 5.000 euro. Dhe le të themi që komisioni jot është 10%, që do thotë për çdo shitje tim që mbyll, ti fiton 500 euro. Kjo është pjesa jote për përpjekjen tënde, dhe tani le të themi që mesatarisht ti shet ti takon 5 prospekt në ditë. Le të themi që 5 telefonata në ditë ose 5 takime në ditë dhe norma e mbylljes tënde është 20%. Pra, duke përdorur skriptin tim të aprovuar, se kemi sa skripte ne, janë killer. Okej? Kjo do të thotë që ti mbyll nga 5, 20% është 1. Pra ti mbyll një shitje në ditë, që do të thotë çdo ditë ti merr 500 euro në ditë. Tani le të themi që ti nuk do të punosh 5 ditë javës se për ton, po do punosh 4 ditë javës. Do marrësh prente shtunë diel pushim. 4 ditë herë 500 i thon 2.000 euro në javë. Dhe nëse e shumëzon këtë me 4 javë do thotë 8.000 euro në muaj. 8.000 euro në muaj, thjesht duke ndihmuar njerëzit, duke ndihmuar ata që të marrin një vendim që e dinë se duhet ta marrin. Thjesht duke biseduar me këta njerëz, duke u lidhur me ta në telefon, duke u takuar. Pyetja ime është për ty. Për këto 8.000 euro, sa ke shpenzuar ti për marketing? 0. Cilat janë shpenzimet e tua për biznesin tënd për këto 8.000 euro? 0. A ke krijuar ndonjë produkti? 0. E ka bë tjetri. A ke ke investuar diçka për këto? 0. Këto 8.000 euro ti fiton dhe kjo do të thotë që ti ke gjeneruar, le të themi, çdo muaj ke gjeneruar shumë lek, që do të thotë për këto që 8.000 euro kompania ka bë 80.000. Si për marsi bosi ka bë 80.000. Edhe ti merr 8. E sheh pse kjo është një fitore për gjithë? A je i lumtur ti duke fituar 8.000 euro? Sigurisht që po. A është kompania e lumtur që ndihmove të gjeneroj 80.000 euro më shumë të ardhura? Absolutisht po. A është i lumtur prospekti që po mbyll, pra klientët e tu? Po, sepse po investon tek vetja, ose ai po blen një produkt ose shërbim që e dëshiron dhe e di se do t'i bëjë mirë, po investon në një nivel të lartë. Pra, guys, brenda familjes tonë high ticket, edhe ke grupi platin, por ke kjo high ticket masteri, çdo ditë, çdo herë që një student mbyll një shitje, ose fiton para, ose mbyll një deal, ne të gjithë dëgjojmë një, shkojmë aty në grup, HTM boom, boom, thot. Edhe ndajmë grupin ton, kemi një grup Slack quhet, boom, boom, double boom. Edhe kemi disa shembuj, po un do eci pak sepse dua që në fund të këtij takimi, nuk do të jetë shumë i gjatë, do të bëj edhe një role play, po do ja them më vonë se kush do bëj. A di çfarë është e jashtëzakonshme? Shumë nga këta studentë nuk kanë bërë kur shitje më parë. Dhe u ka pasur si transformohen njerëz që me të cilët unë punoj. Nuk kanë ditë, kam një funny story që nuk dinte ai personi me mbajt mouse-in. I kemi mësuar si të mbante mouse-in. Mouse-in. Domethënë, tha, "Okay, haj thashun, çoj mande." Po mbaroj tavolina tha. Si mbaroj tavolina? Mos s'kam kur çoj, mbaroj tavolina. Edhe thashun, "Ngrije dorën, çoje më këtej edhe vazhdo tani." Wow! Mjeshtër, në shitje. Yes. Është thjesht çështje aftësish. Shumë studentë më parë nuk kanë bërë kur një shitje. Zero experience para high ticket masteri. Njerëz nga çdo stres shoqërisë, nga çdo sfond, duke zhvilluar një aftësi me të ardhura të larta, luga madhe. Okej? Rezultate që duken qartë. Por ja ku bëhet vërtet emocionuar. Le të themi që ti tani nuk po mbyll një ofertë 5.000 euro, po mbyll një ofertë 10.000 euro. Dhe besoj, keni parasysh që ka shumë oferta 10.000 euro është e vërdall.
Shumë nga ju janë pjesë e kësaj oferte. Okej? Tani, le të themi që ti bësh më i mirë në atë që bën, sa më shumë shet gjëra të shtrenjta, aq më i mirë bësh. Dhe kompania dhe sipërmarrësi me cilën ti punon, vjen e thotë, ore, ti po bëj punë të jashtëzakonshme, apo ti po bëhesh dhe më i mirë. E di çfarë? Dili ndryshoi nga 10 deri në 15% për çdo shitje. Çfarë thotë kjo? Që për çdo shitje 10.000 euro që ti mbyll, ti fiton 1.500 euro të pastra në xhep, pa investim, pa tatim, zero. Tani, le të them që me eksperiencë ti përmirësohesh edhe më shumë, dhe në vend që të mbyllësh 1 në 5, ti mbyll 1 në 4. Pra, norma e mbylljes, raporti shkon nga 20% në 25%. Dhe në vend që të flasësh me 5 persona në ditë, ti fillon të flasësh me 8 persona në ditë. Ti thua, ore, çfarë u bëjmë këtu? Ore, hajde shtojmë sa orë punë, olla. Unë do ta bëj këtë profesionin tim. Kjo është karriera ime. 8 prospekt në ditë. Mbyll 2 prej tyre, 2 shitje në ditë. Ai 1.500 euro, 3.000 euro në ditë. Jo në javë, në ditë. Le të themi që punon 5 ditë në javë. Dhe ende merr të shtunën dhe dilen pushim. Çfarë do të thënë? 5.000, 5 herë 3.000, 15.000 euro në javë. E di sa është në vit kjo? Po të fuzësh sa pushime në vit? 720.000 euro. A vaje se mos bërë një nga divani, ore. Tani, unë nuk po them që mund të fitosh ti patjetër 720.000 euro në vit. Po, ndodh. Ka njerëz që fitojnë dhe më shumë se kaq. Por nëse do fitoj gjysmën e kësaj, jo 720, se tash je trashi ky muhabeti. Njoftu në grup që fitojnë shumë më shumë se kaq në grupin tonë. Po them gjysmën e kësaj. 720 bie për gjysmë. Po leje për gjysmë më hur. Po nëse do fitoje 20% të kësaj. It's good money. Pa investim, thjesht me një aftësi, pa kohë të egzageruar. Si do ta ndryshonte kjo jetën tënde? Si do të ndikonte kjo në jetën tënde? Dhe kthehemi pak tek baza. Sa ke shpenzuar ti për shpenzime biznesi nga këto? Zero. A ke kriju produkt? Jo. Ashtu si funksionon. E shikon pse ky model është shumë efektiv dhe pse është hapi më logjik për të futur këmbën nder edhe për të filluar gjenerosh të ardhura për të zhvilluar aftësinë tënde të parë me të ardhura të larta. E shikon që kjo është e mundur. Ne kemi shumë histori suksesi. Domethënë, kemi një grup ndërkombëtar, janë mbi 150 vende të botës që janë dhe të huaj. Dhe çdo ditë dëgjojmë bum bum bum, bam bim, i fus dhe në sa bum atje, por unë tani kam bërë të për Shqipërinë, për shqiptarët dhe kam krijuar disa nga closerat më të mirë të Shqipërisë. Dhe kemi mbyll, për shembull, mund të keni pa disa nga projektet e mia, po jam mbyll disa kontratat që nuk imagjinoheshin dot në Shqipëri. Jam mbyll kontrata 50.000, 100.000, 200.000. Yes, edhe nga projekte marketing, nga filma, nga emisione edhe deale të tjera. Dhe kjo vjen e gjitha nga një përgatitje e duhur. Dhe kjo është thjesht një aftësi. Dhe ajo që është më e bukur është që nuk është vetëm fakti që ti po fiton para, por është që ti je jashtëzakonisht krenar për këtë, sepse përmes kësaj aftësie me të ardhurat më të larta, ti zbulon diçka më të thellë brenda vetes. Ne këtu po zhvillojmë më shumë vetbesim kur e bën këtë gjë, vetbesimi rritet. Këta njerëz gjejnë më në fund thirrjen edhe qëllimin e tyre dhe bëhen versionin më i mirë i vetes tyre. Dhe ka një gjë që unë besoj fort në biznes. Ai që sjell shiun kontrollon lojën, domethënë kush e bën tavën plot, kontrollon lojën. Tani, e zëm se jemi në shtëpi, me gjinoj vetën në shtëpi, edhe ose në ndonjë sallë, edhe vjen dikush, edhe i bi derës. Edhe ti thu, hey, përshëndetje, po përshëndetje, thotë ai, po urdhroj, thotë. Sa shtëpi e bukur, thotë ky. Yes, po. Do ishte e keq që do ishte për të ardhur keq nëse do digje kjo. Kështu që un kam këtë fiksen e zjarrit, do ta blesh, kemi fiksen e zjarrit, ku që blu kështu, ik me idiotë dhe ti jam mbyll derën. Kjo është koll. Kjo është një gjë kaq e ndyrë, si ajo puna me tenxhere. Alo, po, ke fituar një tenxhere, po ikmë se s'm duhen tenxheret. Është shumë e bezdisshme. Është si një insekt i padëshiruar. Kjo gjë i ndërpret njerëzit, i bin der, ata janë duke bërë diçka tjetër, ti i bën që të lënë atë gjë që po bëjnë dhe të hapin derën ty. Okej? Kjo nuk është high ticket mastery. Tani le të tregojnë ty si duket një closer i vërtet nga high ticket mastery.
bie dera dhe tipi është atje dhe thot, a jeni mirë, a është gjithçka në rregull, sepse po shoh tym që po del nga shtëpia juaj. Edhe ti thup, jo jam shumë keq. Shtëpia ime po degjet. Mos u shqetësoj, thotë. Un kam bobulën e gazit. Urdhro. E ti thup faleminderit shumë. Nuk di se ta shpërblej. Jo, nuk ka nevojë të shpërblej. Të lutem shumë, na merri këto 1000 euro, ti shpëtove jetën time. Të lutem, nuk ka problem. Jo, të lutem merri si shenjë mirënjohje. Kjo miq, është ajo që tingëllon një shitës high ticket. Nuk shkon kot në përdyrë kështu i biderës. Do ta blesh të? Po e di se kujt po i digjet shtëpia. E di se kujt po i pikon çatia. E di se kush është në hall të madh për të marrë produktin tënd. Një closer i vërtet, pra një shitës high ticket. E di shumë mirë që nëse nuk ka dhimbje, nuk ka shitje. Dhe sa më lart dhimbja, aq më lehtë shitja. Ti nuk je më insekt bezdisës. Ti je mysafiri i mirëpritur. Njerëzit kur ti vjen ti janë më shqyqy që erdhe. Tani nuk po flasim për këto shqitësat po flasim për profesionalizëm. Ne si closer ti e dallon direkt një person që është i trajnuar. Edhe shoh njerëz që janë shitje që vinë që më thon duan të bëjnë trajnime shitje, si them shumë mirë, sa vjet kanë shitje? 10 vjet. Super. Cili është libri më i mirë që ke lexuar për shitjen? Urdhëro. Çfarë libri? Unë s'kam lexuar, kam punuar kështu, po s'ke lexuar si libër? Jo, nuk para. Hedisha më tha një super idiot, komplet idiot. Komplet idiot, ishte në marketing, erdhi për të bërë marketing. Edhe i them unë, ke lexuar? Jo, tha s'kam lexuar si gjë. Po pse nuk e lexuar? Sa shikoj, unë nuk kam lexuar asgjë gjë nga këto, po nuk i paragjykoj ata që lexojnë. Faleminderit. Mirupafshim. Tani, ta janë shitësat që kanë bizotruar në treg. Dhe unë po flas për një tjetër nivel, që quhet closer, janë këta që të mbyllin dealet, këta që të fikin derën, që vinë aty edhe thonë, ok, e di çfarë, unë nuk ta shes produktin tim. Po pse? Jo, nuk e meriton. Ne si closer nuk i shtym njerëzit. Kur asnjëri nga ne, nga shitësat e mi, nga closerat e mi, nga unë, nga stafi im, kur nuk dëgjoni njeri, po të lutem bleje, ose mere, ose dhe kur bëhet shitja, asnjëri nuk thot faleminderit nga neve. Ne themi fjalën urime. Nuk themi faleminderit që e bleve këtë. No, urime. Urime sepse mund t'ja kisha thënë dikujt tjetër, po të zgjodh aty që ta marrësh. Ne nuk i shtym njerëzit, nuk i manipulojmë njerëzit, nuk ushtrojmë presion, përkundrazi, kur shoh që ka presion, e them leje, nuk është për ty. Ja çfarë bëjmë realisht. A nuk mendon se kjo është logjik? Është një logjik që nëse një prospekt tashmë po kërkon të blejë atë që ti ofron, por ka nevojë për pak më shumë informacion, pak më shumë qartësi, dikë që ta udhëheq hap pas hapi, ti përgjigjet pyetjeve apo shqetësime, kjo funksionon? Këtu është hyn vlera jote. Kjo është arsyeja pse kompanitë dhe sipërmarrësit e vlerësojnë kaq shumë. Sepse ata kanë bërë 95% punës, kanë krijuar interesin, kanë krijuar dëshirën, kanë shitur low ticket, e kanë sjell prospektin, e kanë kualifikuar, edhe vjen ti si zonjë e nerume, edhe bën këtë 5% punës. Në fund, edhe bam. Për çfarë po flasim? Po flasim për lidhje njerëzore, një me një. Mendo për jetën tënde, njerëzit që kanë pas ndikim më të madh tek ti, njerëzit që i ke ndihmuar më shumë. Ose që të kanë ndihmuar më shumë. Si u kriju kjo lidhje? Aty që dakordi që është shumë e vështirë të ndërtosh këtë lidhje, edhe nuk mjafton një faqe interneti ose një postim. Jo, kjo lidhje mund të krijohet në telefon. Mund të krijohet në telefon, po, mund të krijohet në Zoom, në video call, ballë për ballë. Kjo është high ticket mastery, mënyra më e mirë për ta ilustruar këtë. Është që unë të tregoj se si të ngëllon realisht një telefonat high ticket mastery. Çfarë thuhet? Çfarë bëhet? Cilat janë mekanikat, teknikat? Këtë do ja mësoj në takimin e radhës. Po ti e kupton saktësisht se çfarë është high ticket mastery. Mbaj mend se dija nuk është fuqi. Zbatimi i dijes është fuqi. Prandaj unë dua që të ndihmoj ty ta implementosh të